Mos e hani kurrë shalqinin nëse vuani nga këto 5 sëmundje. Frutat të preferuar të stinës së verës janë pa diskutim mango dhe shalqini. Megjithatë, nuk duhet ta teproni me konsumin e tij në përditshmërinë tuaj. Shalqini me një përmbajtje të lartë të ujit është i shkëlqyer për të shuar etjen, por kjo sjell edhe disa efekte anësore. Edhe pse është një burim i shkëlqyer i ujit, gjithashtu edhe i fibrave, shalqini mund të shkaktojë probleme me tretjen, si diare, fryrje të barkut, madje edhe gazra të tepërt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ai përmban gjithashtu nivele të larta të sorbitolit, një përbërës sheqeri që dihet se stimulon gjithashtu edhe tretjen e patrazuar dhe kontrollon aciditetin, por në sasi tepër të madhe mund të shkaktojë probleme me stomakun. Do të habiteni kur të mësoni se me atë, nëse e kombinoni kur pini shumë alkool, mund të shmangni gjithashtu ngrënien e tepërt të shalqinit, sepse nivelet e larta të likopenit mund të ndikojnë negativisht te konsumi i alkoolit, duke shkaktuar kështu inflamacione të rënda të mëlçisë. Ky stres i tepërt oksidativ në mëlçi mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin dhe organizmin tuaj. Ndaj nëse jeni një konsumator alkooli dhe doni të konsumoni edhe shalqinin, ndërpriteni menjëherë kombinimin e të dyjave. Gjithashtu shalqini është një burim i pasur i kaliumit dhe ndihmon në ruajtjen e funksioneve të elektroliteve. Shalqini mund të konsumohet në masë pasi është i shëndetshëm për zemrën, kockat dhe forcimin e muskujve. Është vërtetuar se marrja e tepërt e kaliumit mund të çojë në probleme kardiovaskulare dhe në rrahje të parregullta të shëndetit të zemrës, plus mund të dobësojë atë akoma dhe më shumë, duke ndikuar negativisht në proceset tuaja jetësore. Në ditët e nxehta të verës, mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të mbajtur trupin tuaj të hidratuar me konsumin e shalqinit, një nga frutat më të pasur me lëngje të mira ushqyese dhe i pasvendësueshëm për organizmin. Në veçanti shalqini përbëhet nga rreth 92% ujë dhe njësoj si kastraveci konsiderohet si një hidratues shumë i mirë për trupin dhe shëndetin tuaj në tërësi. Ai është një nga burimet kryesore të vitaminave A, B6, gjithashtu dhe vitaminës C, kaliumit, kalciumit dhe elementeve të tjerë ushqyes, shumë të rëndësishëm këto për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Por, siç e dini, konsumi i tepërt i shalqinit mund të kthehet në një makt të vërtet për organizmin. Nëse e teproni me konsumin e shalqinit dhe vuani nga diarrea, mund të jetë një ide e gabuar që ta shtoni atë në dietën tuaj. Duke qenë se është një burim i madh i ujit dhe i fibrave, ai mund të shkaktojë probleme të tretjes në stomak. Ndaj konsumi i tepërt i shalqinit nëse vuani nga diarrea ose jeni të ndjeshëm prej saj, mund të jetë i gabuar, duke nxitur gjithashtu më shumë fryrje stomaku dhe gazra të tepërt në organizëm. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të personave, tregohuni të kujdesshëm me sasinë që shtoni me konsumin e shalqinit në vaktet tuaja ditore. Nëse jeni të ndjeshëm ndaj luhatjeve të sheqerit në trup, tregohuni më të vëmendshëm me konsumin e shalqinit. Shalqini është një ndër frutat e pakët që nuk rekomandohet për diabetikët, pasi mund të ketë edhe probleme negative të niveleve të sheqerit në gjak nëse e teproni me konsumin e tij. Megjithse është një frut plot me vitamina dhe i shëndetshëm, duhet të bëheni më shumë kujdes nëse vuani nga diabeti dhe doni të shtoni në dietën tuaj konsumin e shalqinit, pasi siç dihet mund të jetë një efekt anësor i shtuar për organizmin tuaj dhe të nxjisë gjithashtu komplikacione më të mëdha të tij. Konsumi i tepërt i shalqinit mund të shoqërohet edhe me dëmtime të shëndetit tuaj të mëlçisë. Për personat që konsumojnë në sasi të mëdha të shalqinit, ai është një frut që nuk rekomandohet të shtohet vazhdimisht në vaktet tuaja ditore. Kjo pasi shalqini përmban një sasi të madhe të likopenit, i cili ndërvepron edhe me alkoolin dhe mund të dëmtojë shëndetin e mëlçisë.
Konsumi i tepërt i shalqinit mund të nxjisë një hidratim të tepërt të trupit të njeriut. Megjithse hidratimi është një armë e fortë e organizmit në betejën kundër problemeve të ndryshme, shalqini duke qenë se është i pasur me element të ujit, ai përshpejton edhe procesin e tretjes dhe duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Nëse ju merrni më shumë ujë nga sa trupi juaj ka nevojë, atëherë do të krijojë komplikacione të njëpasnjëshme, duke nxitur më shumë probleme të shëndetit. Kjo mund të shkaktojë këmbë të fryera, lodhje, probleme të veshkave dhe sasi të ulta të kriprave në trup. Konsumi i tepërt i shalqinit në vaktet tuaja ditore mund të shoqërohet edhe me probleme të shëndetit tuaj kardiovaskular. Shalqini është një nga burimet më të mira të kaliumit, që është një nutrient shumë i rëndësishëm për trupin e njeriut, që mund të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe të nxjisë gjithashtu organizmin të jetë më i fortë. Gjithsesi, konsumi i sasive më të ndaja nga sa trupi ka nevojë të kësaj vitamine mund të shkaktojë probleme kardiovaskulare, siç janë rrahjet të çrregullta të zemrës, pulse të dobta ose të larta. Ndaj mund të mos konsumoni në sasi të mëdha këtë frut çdo ditë në mënyrë që të mbani larg komplikacionet e tij. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe fibra. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë vërtet të mëdha për organizmin. Në këtë video do të mësoni vlerat e mëdha të shalqinit dhe sigurohuni të mos mungojë kurrë në tryezën tuaj. Mund ta përfshini në sallata të ndryshme të gjelbra shoqëruar me djathë sipas dëshirës. Shëndeti i zemrës është i pari që do të përfitojë nga konsumi i shalqinit. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin kështu tensionin tuaj të gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe fal antioksidantëve të cilët do të ulin në riskun e atakut në zemër. Shalqini është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në vaktet tuaja ditore. Për sa kohë konsumohet me kujdes dhe brenda sasive të duhura ditore, ai mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin. Shalqini mund të mbrojë gjithashtu gjymtyrët tuaj. Shalqini përmban pigmente të mira natyrale të cilat luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi sipas Healthline thonë se falë konsumit të shalqinit, njerëzit gjithashtu janë më pak të rrezikuar që të preken nga probleme të tjera siç është reumatizma dhe artriti. Kjo falë elementeve të tij ushqyes. Shtimi i shalqinit në dietën tuaj brenda rekomandimeve të duhura ditore mund të ofrojë antioksidantë të rëndësishëm. Ngjyra e kuqe e shalqinit i atribuohet gjithashtu likopenit, një antioksidant që do të ulë ndjeshëm riskun e radikaleve të lira, problemi kryesor në shëndetin tuaj. Shalqini përmban likopen më shumë se domatet dhe çdo perime tjetër. Shalqini është një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Ngrënia e shalqinit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për lëkurën tuaj. Antioksidanti likopen do të ndihmojë në mbrojtjen e organizmit nga djegjet e diellit dhe të tjera. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë me konsumin e shalqinit. Një racion me shalqin do të plotësojë rreth 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është një vitaminë thelbësore për shëndetin e syve. Konsumi i shalqinit brenda rekomandimeve të duhura ditore do të ofrojë gjithashtu një hidratim më të mirë të trupit. Sipas të dhënave të Brightside, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut mund të jetë ideal për të konsumuar në vaktet tuaja ditore, duke hidratuar organizmin si duhet dhe duke mbajtur larg gjithashtu komplikacionet e tij. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm do ta drobisë atë, ndaj konsumi i shalqinit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e organizmit. Shalqini mund të ofrojë një zbutje më të mirë të lëkurës. Shalqini përmban vitaminën A, B6 dhe vitaminën C, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e një lëkure më të shëndetshme, më të butë edhe më të lëmuar, duke evituar kështu komplikacionet e tij. Shalqini mund të shfrytëzohet edhe si një maskë lëkure duke u përzier lëngu i tij me kozë,
duke u mbajtur për 10 minuta në lëkurë dhe më pas duke u shplar me ujë të rrjedhshëm. Kështu përfitimet që do të merrni prej shalqinit do të jenë vërtet fantastike. Shalqini do të nxjisë një rritje më të mirë të energjisë trupore. Uji, antioksidantët, aminoacidet që gjenden te shalqini e mbajnë atë më të hidratuar edhe pas aktiviteteve të caktuara fizike. Konsumi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, edhe konsumi i shalqinit mund të jetë një përzgjedhje e mirë për ju. Ai është i mirë edhe për sistemin tretës, ndaj duhet të konsumohet brenda rekomandimeve të duhura për dietën tuaj. Vëmendje, ju bujmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.